përgjithësi. Ne nuk do të kemi asnjë kompanie private në asnjë formë, në asnjë mënyrë, që ruan shtetin tonë, do të jetë policia e shtetit. Nuk do të kemi kur raste kur, si në rastin e gjykatës apelit, kancelari i gjykatës punson një roje private aty, që vjen dhe punon edhe bën kontrollin para se të futen njerëzit në gjykatë. Kujtojmë që ai zotria është arrestuar mbi 60 ca vjeç burr për shkak se ka bërë kontrollin ashtu siç duhet dhe ka lejuar një vrasje. Pra, të gjithë to tregojnë që kjo ideja që ja japim privatit funksione që do ta bëjë shteti, në fakt nuk ka funksionuar përpos mungesës së vullnetit politik edhe deficiencave kulturore që ne kemi si popull. Po, në fakt unë jam në pjesë më të madhe të gjërave jam absolutisht dakord me ty dhe mendoj që realisht ka shkarë nga gjitha anët, si në aspektin shoqëror, kulturor, ekonomik, politik, në çështjet e sigurisë, sa i takon këtij rasti. Kështu që nuk e di nëse mendojnë që është momenti që këtu të ndërmerret një reflektim i thellë së pari mbi të gjitha hallkat që përbëjnë këtë dështim që ka sjellë në këtë ngjarje kaq tronditse, apo do të kalohet edhe kjo si gjithë të tjerat me disa, po them, makijazhe të lehta për të vazhduar pastaj të jetojmë ditën tjetër. Unë mendoj që është kjo e dyta, sepse ndryshimet e mëdha vinë nga rrënjët, nuk vinë nga gjethja. Domethënë nuk mund të presim dot që politika të bëjë një ndryshim edhe ta përhapë ke pjesa tjera të shoqërisë. Duhet që vetë shoqëria të ketë një farë zgjimi që këtu nuk ekziston. Si e dim ne këtë që nuk ekziston? Shko në Beograd. Rinia serbe ka një muaj, mos të më shumë, po një muaj të paktën, që ka mbushur sheshet e Beogradit. Në një kohë kur rinia shqiptare shijon Vërmiun dhe Shëngjinën. A nuk është dhe Serbia një autokraci? A nuk është Vučići njëri i korruptuar dhe i akuzuar për lidhje me bandat? Po pse dalin serbët? Kurse ne këtu europianët në thojza nuk dalim? Pra kjo është pyetja që ne do t'i bëjmë vetes. Dhe përgjigja është për 1000 arsye kulturore, antropologjike, kombëtare, ekonomike, historike, nuk ka rëndësi, ne jemi një popull me zero konsciencë komunitare. Zero. Fare, s'kemi asgjë ne. Dhe pa i thritur kokës, pa i thritur mendjes ne, nuk ka për të bërë asgjë në këtë vend. S'ka për të bërë asgjë, sepse edhe politika kur bën ndryshime, kur edhe politikanët, ta shtetarët, kur duan të bëjnë gjëra, normalisht edhe një reformë progresiste, ke të pamundur ta vësh në zbatim në momentin kur njerëzit nuk ta zbatojnë, në momentin kur njerëzit nuk ta implementojnë. Kështu që e gjitha, domethënë shkon ke kultura. Kështu që unë mendoj që ka dhe një gjë, edhe po ta marrim nga ana pragmatiste, pra atë veprim që është veprim kriminal. Nëse do ta shikojmë dhe nga pikpamja pragmatiste e arritjes së disa qëllimeve afatshkurtra, as ato nuk i arritur. Sepse mirë që e humbi pronën, po tashi do humbi dhe lirinë, do shkojnë në burgim të përjetshëm. Kështu që vërtet kjo duhet i shërbej të gjithë opinionit publike dhe të gjitha komuniteteve që kanë problemet e tyre historike dhe politike që vërtet reflektojnë dhe të kuptojnë që disa veprime jo vetëm që janë kriminale, po janë shumë të nxituara dhe nuk i shërbejnë as zgjidhjeve afatshkurtra të problemeve në thelb. Unë të falenderoj që ti e bën si thirrje, megjithatë unë mendoj që ka një gabim të vockël sipas mendimit tim në premisën tënde. Premisa jote është që shqiptari niset nga ideja për të zgjidhur problemet. Unë mendoj që shqiptari niset nga ruajtja e nderit. Domethënë ai nuk e intereson e merr pronën, i del si del e vet, ai do të ruajë nderin e vet. Kur ai është prekur nderi, ai bën çdo gjë. Më kupton, domethënë ata për shumicë efektet e kanë, por unë mendoj që nuk do parandalitet asgjë, sepse njerëzit tu ruajnë nderin. Mund t'i bësh çdo gjë, ti marrësh lirinë, tu marrësh pronën, ti trajton si dele, ti ja blesh votën çdo 4 vite. Po ja preken nderin, aty ke marrë fund. Shiko, kjo është e vërtet, po unë realisht mendoj që në rastet e pronave edhe me avokat që kanë folur, sigurisht se unë nuk jam i përfshirë drejt për drejt në këto çështje, rastet dhe me njerëz të ndryshëm që janë palë interesi, rastet e pronave janë çështje shumë të ndjeshme që lidhen drejt për së drejti me perspektivën dhe ekonominë dhe përditshmërinë, pra po them të ardhurat e përditshme, ato që janë më urgjentet që ti t'ja dalësh mban, që ti të kesh se me çfarë të ushqesh fëmijët, që ti të kesh, nuk e di nëse është ky rasti specifik, mund të mos jetë ky, po them, këto janë çështje që vërtet
domethënë çështja e nderit hyn, po hyn edhe vërtet çështja e mundësisë vetme që ti ke praktikisht në jetë, në mungesë të perspektivës së një shkollimi, të një punësimi, të një perspektive jete më komplekse, e vetmja gjë që ty të ngjelet është prona në këtë vend. Kështu që janë çështje që mund të shkojnë shumë tragjikisht, po në këtë mënyrë jo që nuk i zgjidh këto, po humbet dhe lirinë dhe shkon në burg. Kështu që ky është problem i madh. Në këtë rast. Dakor, padrejtia ekonomike dhe sociale në këtë vend gëlon, s'ka pikë diskutimi. Është një vend që shumë i varfër, është një vend që ka nevojë mendoj unë për reforma themelore, të cilat shumë e vërtet pasurojnë, fuqizojnë dhe emancipojnë qytetarët. Shumë edhe shpresoj që këtë ndodhi një ditë. Shumë e vërtetë, unë realisht shpresoj, u zgjatëm pak në këtë çështje sepse është vërtet një çështje shumë e rëndësishme, jo vetëm se është e rëndë, dhe është kriminale, dhe është akt terrorist, por është një kënd ku ti mund ta shikosh shoqërinë shqiptare edhe ndoshta të bësh disa ndryshime të mëdha. Megjithatë, dua ta vazhdoj shpejt e çështja tjetër, e cila ka gjithashtu rëndësi politike, bëhet fjalë Ruelt për zgjedhjet lokale të 9 nëntorit. Unë doja të ndalesh, si e ke parti procesin e përzgjedhjes së kandidatëve në opozitë, nga pjesa e opozitës tek Partia Demokratike. Ata kanë dalë tashmë me një emër që është aktori Florian Binaj, megjithatë ka patur goxha diskutime në opinionin publik. Si e vlerëson ti këtë gjë? Unë mendoj që zgjedhja e zotit Binaj për kandidat për kryetar bashkinë Tirana është shembulli më i qartë i asaj që është graviteti politik. Domethënë what goes up must come down dhe edhe vice versa. Domethënë opozita shqiptare ka prekur një pikë tani, një pikë të mungesës shprese, edhe mungesë perspektive që u vërtetua dhe nga fakti që asnjë person, shumë pak njerëz në Partinë Demokratike që ishin figura serioze për të fituar e pranuan garën. Dhe kjo ka bërë që në ato në një farë mënyrë tunelet e mungesës së shpresës, opozita shqiptare të dali, unë mendoj një zgjidhje shumë të mirë. Që është zgjidhje dorëzimi, është zgjidhje kapitullimi, domethënë ti nuk ke the zgjidhje shumë e mirë dhe nuk e kuptova pastaj. Zgjidhje kapitullimi, okay. Nuk janë kontradiktore, në sensin që ne nga partitë politike ekzistojnë që të promovojnë figura politike, pra të kandidojnë figura politike. Duke ditë që Partia Demokratike është e pavotueshme nga shumica e njerëzve, opozita shqiptare është e pavotueshme me figura politike brenda vetes vet, sepse nuk e ka reformuar veten e vet dhe sondazhet tregojnë këtë gjë. Ata në këtë dëshpërim kanë gjetur një zgjidhje që në fakt është zgjidhja më e mirë e mundshme nëse opozita do të maksimizojë votën. Një kandidat si Florian Binaj që është i njohur dhe është jashtë spektrit të partive politike dhe mbi të gjitha, fal propozimit të zotit Shea, një kandidat i cili bashkon pjesën më të madhe të partive opozitare si mënyra e vetme për të maksimizuar votën në një sistem që kujtem zgjedhja kryetare e Bashkisë Tiranës është sistem majoritar, nuk është sistem proporcional. Pra nuk është se një x% vota mund të prodhoj përfaqësim. Votat e tua o shkojnë për kandidatin fitues o digjen. Dhe në këtë kontekst, zgjedhja e zotit Binaj mendoj në strategjikisht më e dura. Unë nuk e besoj këtë teorinë që zoti Binaj u çua një mëngjes se tha unë do dal kandidati pavarur, mendoj që ka pas shtyrje nga dy parti opozitare, Partia Demokratike dhe Lëvizja Shqipëria Bëhet, që zoti Binaj të dilte kandidaturën e tij. Kjo është thjesht bindja ime. Kjo është arsyeja se zoti Shea i tha u prem në bes, sepse normalisht donte zotin Hasimja për kandidat të opozitës. Megjithatë tha që ne do ta mbështesim sikur të ishte propozimi ynë, pavarësisht se u prem në bes. Po, dhe këtë do thoja që për mua bëri gjën e duhur në fund, pavarësisht polemikave edhe debateve të brendshme, që bëri gjën e duhur duke mbështetur një kandidat opozitar, siç edhe Endri Shabanis më së ka bërë gjën e duhur. Shqetësimi im në këto zgjedhje do jenë votat e Arlit Qorit, që sigurisht ka lirinë e vet të plot të kandidojë për kryetar bashkie me partinë e tij politike, por unë mendoj që ato 13.000 apo 15.000 apo 20.000 vota që do marrin zoti Qori, pavarësisht se mund të jenë në një farë mënyrë sinergjia e njerëzve të cilët besojnë ke kauza e zotit Qori, janë vota të çuara dëm, se ne dimë mirë që zoti Qori s'mund të bëhet kryetar bashkie, si ka vota, dhe ato vota do ishin më mirë të shkonin kandidatit të opozitës sesa të shkojë një kandidat i tretë që praktikisht do ishte si ti shkonte Gerta Manasliut ajo vot. Megjithatë ai e ka lirinë ta bëjë këtë gjë në shoqëri të lirë tonë, demokracia tonë, kështu që nuk mendoj që është një vendim nuk mund të gjykohet parimisht, por pragmatikisht patjetër që ka implikimet e veta. Mendojnë që do të kenë histori këto zgjedhje apo e parashikojmë dhe mund ta paragjykojmë rezultatin që tani? Unë në fakt në kanalin tim në YouTube sot do të hedh një projekcion, një parashikim timin për zgjedhjet. Dhe pa dash të bëja të spoilering, po unë mendoj që do të kemi një rezultat shumë të ngushtë, por
për shkak të zotit Qori, dhe nuk e them për të fajsuar zotin Qori, por thjesht për të Llogari qartësuar aritmetike, e kuptoj. për qartësuar matematikën politike, zonja Maristeli do të jetë kryetaria e Bashkisë së Tiranës, vetëm për të dhënë ca shifra për publikun. Në vitin 2023 Partia Socialiste Erion Velia e mori 158.000 vota në Tiranë, domethënë 54%. Ndërkohë që Partia Demokratike e Sali Berishës, të kujtojmë, kishim bashkë fitojmë, ishte PD dhe LSI dhe Partinë Demokratike të zotit Basha që kandidoi me Roland Bekon. PD e Berishës mori diku ke 100.000 vota, Belin Pulliçi. Dhe të bashkuara, supozojmë që kandidati i opozitës do marrë edhe PD-n e Saliut dhe PD-n e Bashës votat. Në 2023 ishte 123.000. Ndërkohë që në vitin 2005 në qarkun e Tiranës, PS-ja nga 54% të votave ka shkuar në 48% të votave. Nëse ne supozojmë që qarku reflekton përqindjen e bashki, pra 48% në qark mund të jetë 48% në bashkinë më të madhe, Partia Socialiste do ketë një rënje në vota. Pra ajo diferenca nga 30.000 që ka qenë në 2023 mund të shkojë në 20.000, në 10.000, në 15.000. Unë mendoj, kjo është pas me një kat X apo epsilon të opozitës. Duke qenë se zoti Binaj është një kandidat që mund të marrë dhe vota të pavarë dhe vota independente, të marrë dhe vota jashtë spektrit politik, ajo diferencë nga 20.000 mund të bëhet 5.000, mund të bëhet 3.000, mund të bëhet 2.000. Unë e besoj këtë gjë, por prapë votat e zotit Qori janë atje. Dhe janë vota të cilat nuk shkrin nga opozita, por që e mbajnë zonja Maristeliu 2-3.000, 4-5.000 vota mbi kandidatën e opozitës. Që thotë që do të jetë një gare fort, do të jetë një diferencë shumë e ngushtë, por matematika politike, edhe unë shpresoj të jemi gabuar, nuk më çon tek ideja që Florian Binaj mund të bëhet kryetar bashkie. Shpresoj të jemi gabuar, se dua që të bëhet kryetar bashkie. Qartë. Okej, e fundit që dua diskutojnë çështje që ka prekur opinionin publik ditët e fundit, lidhet me vizitën e kryetarit të Bashkisë së New Yorkut, i cili është, po themi, në javët e fundit të mandatit të vet në Shqipëri disa ditë. Një vizitë e cila është paguar, po themi, nga pala jon, dhe kjo është pasqyruar edhe në disa media, rreth 58.000 euro ka kushtuar. Kjo është pasqyruar gjithashtu dhe në mediat amerikane, sidomos tek një nga rastet është New York Times, i cili gjithashtu ka vënë në dukje dhe ka përsëritur aferën me Gonigal për kryeministrin Rama. Si është këtë vizitën dhe për çfarë arsye? Ai bëri dhe një deklaratë që ishte i impresionuar, po e perifrazoj, ishte i impresionuar nga teknologjia e Shqipërisë, e kishte fjalën për diellën këtu. Tani kjo është pak e pabesueshme dhe duket që është PR, qartazi. Megjithatë unë dua të kuptoj për çfarë ka ardhur Erik Adamsi një javë në Shqipëri. Realisht dua ta kuptoj, nëse ti e ke këtë informacion. Edhe unë nëse do doja të bësh ambasadori një vendi, ambasadori i shtetit tim në një vend tjetër, do i bëja komplimente të mëdha atij vendi kur të vija dhe mundësisht do rija një javë pak përpara. Shishi, pse po thuaj që mund të jetë për ambasador, se vërtet këtë s'më kishte shkruar mendja. Ke dy media, New York Times që është më prestigjioze dhe New York Posti që është më pak prestigjioze, po unë atë e lexoj që të thonë që ka rumors, se nuk është e konfirmuar, ka rumors që zoti Adams mund të nominohet nga presidenti Trump për ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri. Të kujtojmë pak ka disa gjëra. Para një zoti Adams është një albanofil. Po të shohësh fushatën e tij, ai ka bërë fushat me komunitetin shqiptar amerikan në New York, ka një komunitet shumë të madh shqiptar që jeton në New York. Ai ka bërë shqiponjën disa herë, ka thënë që i pëlqen Shqipëria, ka festuar 28 nëntorin. Pra është një albanofil. Që nuk e di nga i vjen, po puna e tij. Nga ana tjetër, Eric Adams ka një marrëdhënie çuditërisht të mirë me presidentin Trump, duke qenë demokrat. Se është demokrat, ai kundërshtoi agjendën e emigracionit masiv, e kthimit të New Yorkut në një qytet sanktuar nga administrata Biden. Mbasi ai e kundërshtoi këtë agjendë, Bideni i hapi një çështje për korrupsion, departamenti i drejtësisë së Bidenit. Erdhi Trumpi në pushtet dhe urdhëroi departamentin e drejtësisë ta mbyllte këtë çështje dhe aktualisht Adams nuk do rikandidojë më. Kjo ka bërë që stafetën e kandidimit ta marrë ky komunisti Zoran Mandami, që mund të bëhet kryetari i parë komunisti i Bashkisë së New Yorkut, me një muhabet tjetër kjo. Dhe zoti Adams tani kërkon të dalë nga skena politike, duke marrë një pozicion ndoshta në administratën Trump. Dhe bën sens që ai të vinë në Shqipëri, të flasë për turizmin, të flasë për marrëdhëniet Shqipëri-Amerikë, të flasë për linjën e parë Tiranë-New York City, që është në fakt është një pritim elektoral i zotit Rama për mandatin e katërt, e ka përmendur disa herë, dhe sigurisht nuk mund të bëhet dot kjo pa pasur lidhje drejt për drejtë me kryetarin e Bashkisë së New Yorkut, që mund të bëhet dhe ambasador,
Kështu që unë e shoh këtë në kontekstin e një marrëdhënie simbiotike midis Ramës që kërkon atë linjë Tiranë New York City, Eric Adamsi që do të bëhet ambasador i Shteteve Bashkuara në Shqipëri dhe edhe një gjë tjetër që duhet përmend është marrëdhëniet e Trumpit me Ramën nuk kanë qenë asnjëherë të ngrohta. Në sensin që Rama si pseudo erudit që është, domethënë e kritikonte Trumpin në vitin 2016, thoshte ky është rrezik për demokracinë e tjerë, pastaj kërkoi ta titërishte mbrapshtërit e tij dhe ka gjetur një mënyrë për të mbajtur marrëdhëniet me establishmentin liberal, sepse Eric Adams është demokrat, por për të zgjedhur një figurë të establishmentit liberal që është afër Trumpit, që është Eric Adams. Dhe në një farë mënyrë ai e përdor këtë edhe si një middleman, si një middle point, si një pikë lidhje me administratën Trump. Pra ka dhe një racio politik aty nga mbrapa, mendoj. Ka dhe një çështje të pragmatizmit, qartë në këtë rast. Mirë, Ruel, unë të falenderoj për bisedën që zhvilluam bashkë dhe për informacionet që solle këtu në studio dhe opinionet. Egon, të falenderoj për ftesën, për mundësinë dhe është të kënaqësi si gjithnjë. Ishim me studiuesin dhe ekspertin e politikës Ruel Domi, folëm për disa zhvillime si nga vendi ashtu edhe zhvillime ndërkombëtare mjaft të rëndësishme të ditëve të fundit. Ishte ky aktualitet edhe për sot, edhe për këtë javë. Ne do të shihemi ditën e hënë. Deri atëherë kalofshi një fundjavë të mbarë dhe qëndroni në NTV.